Edhe sa është e mundur se kur Do të kemi parasysh pritshmëria nuk do të jetë kaq e madhe, mendoj unë. Jo vetëm se kanë kaluar 14 vjet dhe shumë prova tani janë zhdukur, po edhe ajo dëshmia në ajo urdhri që kemi dëgjuar ne që ajo kaseta që është gjetur, ajo audio që është gjetur për urdhrin për të goditur mish që ne kemi dëgjuar këtu te studio jote, po, në Artan Hoxha, nuk e përcakton qartë se kush janë urdhëruesit dhe kush janë ata që kanë gjuajtur. E dyta është që vërtet ka një vendim që gjykata e Strasburgut, të Këshillit Shtetëror, por jo domosdoshmërisht këtë hetim duhet ta bënte SPAK-u. Dhe pas vendimit të gjykatës së Strasburgut, hetimi erdhi në prokurorinë e Tiranës bile, dhe ishte gjykata e lartë që e hoqi prokurorisë të Tiranës e e çoi SPAK-ut me pretendimin se këtu përfshihen zyrtar të lartë. Hetimi do të nisën në prokurorinë e Tiranës me pak të pretendim që këtu janë zyrtar të lartë, dhe pastaj nëse zyrtarët e lartë do të dilnin gjatë rrugës gjatë hetimit, atëherë për mos kompetencë do të kalonte SPAK-ut. Por vendimi u mor paraprakisht të shkonte në SPAK. Pra, nuk është se SPAK-u e mori sepse e pa që kishte material për vete, SPAK-u e refuzoi në fillim çështjen, nëse u kujtohet, dhe vendimi i gjykatës së lartë ja imponoi të merret me çështjen. Dhe kjo nuk të bën shumë optimist që do të kemi një zbardhje të ngjarjes me zyrtarët e lartë që janë përfshirë, se mund të arrestojmë. Si ndodh gjithmonë. Të gjithë ata gardisët e shkretë që gjuajtën aty pas urdhrit, mund të arrestojmë prapë ne. Problemi është, a ishin ata autorët, apo ishin ata i dhanë urdhrin. Dhe ata që dhanë urdhrin, është e vështirë të kuptohet se të merret vesh me emër dhe me mbiemër se kush e ka dhënë, edhe për faktin se ata dëshmia kryesore është në partinë e Lulzim Bashës. Lulzim Basha ka qenë ministri i Brendshëm dhe njeriu që i fshiu serverat dhe që ishte përgjegjës për serverat dhe IT-n është në partinë e Lulzim Bashës. Dhe dëshmia e tij është shumë e rëndësishme. Ai Elbasanit. Po, është shumë e rëndësishme. Po thuaj se dëshmia e tij është më e rëndësishme. Dhe thua kush është s'ka rëndësi më. Mos ai do të thosë unë më njëherë, po nuk po e kujtoj se mos më kujtohet tani. Ka qenë deputet ai. Elbasanit si. Qenë deputet, po. Ne ka fshirë vërtet ai. Ka qenë deputet në fakt. Shefi i IT-s. Po, shefi. Edhe shefi i IT-s. Kështu që po ai servi kryeministrisë, ai punonte në kryeministri. Po sigurisht. Në atë kohë. Në atë kohë ishte në Ti kryeministri. ka prish se Ka Hasa. Po, Hasa, po. Po Hasa. E mos e prima duhet të thënë. Mos Se mos i kesh qenë Hasa, më. Nuk është e parancishme me emrin. Jo. Ha? Po e gjejmë tani. Kur ta thras pak ose punon se gjejmë do të Ka asnjë sekret se ai është hetuar, është por dëshmia e tij është besoj shumë e rëndësishme. ai ka thënë që ai është verifikuar me çip se ai ka qenë në shtëpinë atë orë. Endriasa ka ai. E ka pasi alibi. Ai është shpinador, po. Ndoshta e ka bërë, ndoshta se ka bërë. Ndoshta po, ndoshta jo. Drejtori i IT-s së kryeministrisë nuk mund mos e di se kush ka bërë. Kush ka ndryer. urdhëruar fshirje. Me argumentin që serveri mbikëqyret nga garda. Po ylli. Mund ta kenë futur në dhomë tjetër asën edhe Ylli. Me argumentin se ka fol FBI-a për këtë. Me argumentin që këta kanë thënë që ajo, domethënë, është në partinë e flas, po FBI-a pret që digjeti se ka gojdhena se. Nuk po të them që ai është fajtor. Po faqet e me Mos ta sqarojmë. FBI-a mund ta kthejmë prapë ta mbush prapë me fjalët që ka pasur. Unë besoj që ai e di çfarë ka ndodhur. FBI-a ka folur, ata mund t'i kërkojnë prapa sistem. FBI-a mund t'i kthejë fjalët aty. Se ne flasim. Shiko, këtu kryeministri që ka qenë aty, ka konsumuar një 3-4 dish, 5 dish, një narrativë, ai ka gjetë vrasje. Sipas tij. Ai ka gjetë organizatorët, grupe kriminale, ka folur grup parlamentar, ka folur ministri. Ky Asa që nga emëruar drejtori Hakshit pastaj. Mbrojtje. Më shkruan mua. Po. Drejtori Hakshit është një i rëndësishëm shumë. Ju e dini Elton se për 4-5 ditë me radhë, kryeministri ka marrë çdo ditë fjalim pas promovimit, dekorimit, ku diun shpërblimit të vrasësve etj, ka thënë këta erdhën me pala andej për protestuesit. Ishin në dispozit arsenal të madh luftarak, kishin automatik. Ne pam gallat pse ku ndodhen ato vrasje. Gallat është, po fali minutë. Vazhdojnë dy kolegët, po se s'kan folur fare. Ja dhe një minutë. Edhe ti ke folur më gjatë? Mirë bere. Mirë bere, shumë mirë se ti ke
kënë aty në ngjarje të gjitha dhe E ka këtë drejtë të flasë shumë atë gjithë. Deri tani kemi këtë. Ja ka të dhënë gjykata e lartë me detyrim, pa e dashur, bile është bërë ky debat. Po, s'paku se Por edhe Rama nëse u kujtohet i tha pse e mban prokuroria e Tiranës që nuk di të gjitha si çështjet e tjera. Spaku prap nuk e mori derisa gjykata e lartë e vendosi. Dhe e dyta është që Berisha vërtet mund të merret si i pandehur, por deri tani të premten do të thirret si person ndjenisi. Në ndjeni, si person ndjeni, po. Pra jemi shumë larg Ulzim Basha. lidhjes së akuzave, si për Ulzim Bashën e tjera. Unë besoj që janë 4 veta të paktën që e dinë se kush e ka dhënë urdhrin. I pari është Berisha që e di të paktën kush e ka dhënë urdhrin, se pa mundur që I pari është Berisha, thoni ju. në atë situatë mos sa di kush e ka dhënë urdhrin. Ulzim Basha i dyti, Jusni Burgaj dhe Agron Kuliqi. Isha në drejtori i përgjithshëm i policisë. Urdhrin për të hapë zjarë. Po. Urdhër për zjarë, se ajo është. Po ku, zjarë ku, se kjo është e rëndësishme. Po pra, zjarri në turn për rasim, se zjarë, shiko, zjarë me vishek manovre pati dhe momente tjera aty Është në najër që thua. që ishte me vishek manovre në ajër. Por zjarri mbi turmën, në atë moment kur thot preshi që kur protesta po shuhej, aty kishte mbetur rast gjysmë as një pakicë e vogël. Hem valla aty Ishte në tërheqje, ishte në tërheqje. Ishin tërhequr gjithë dhe s'kishte asnjë gjë. Kur ishte kulmi ata përdorën gazin do të qiellës. Se kemi qenë gjithë aty. Problemi është që këta të katërt e dinë të paktën minimumi se kush është personi që ka dhënë urdhrin. Ta 4 personazhe. Dhe si dëshmitar, katër emra. blejnë. Pastaj, përgjegjësia ligjore, politike dhe morale është tjetër çështje, por këta të katërt e sigurt që e dinë kush ka dhënë urdhrin. Kush ka dhënë urdhrin, në mos është njëri nga këta të katërt. Ti the dy, Berishën, Bashën, Berishën, Bashën, Burgën dhe Agron Kuliqi. Burgaj dhe Agron Kuliqin. 4 veta. Drejtori Pra politik. këta 4 veta e dinë kush ka dhënë urdhër, thotë dhe duhet ta raportojnë kush ka dhënë urdhër. Do t'ja thonë patjetër drejtësisë. T'ja thonë drejtësisë dhe është mirë t'ja thonë. Por, ne tani këtu do të ikim ako pjesë, por unë kam për t'ju të përshëndes ju, thotë Mark Nika, po e dëgjoj me vëmendje, të ftuarit nuk kanë dieni për ecurinë e hetimeve, sigurisht dhe ne do të arrimarim këtë çështje më pas, por varet zoti Nika dhe se si do ecin, se duket edhe s'pak si me zore ka marrë këtë gjë. Ne besojmë si familjar, thonë ju, se s'pak i dha zëmër drejtësisë. Okej, ashtu qoftë. Por çështjen e 21 janarit ka përparim megjithse siç dihet është e vështirë për shkak se janë dëmtuar provat, të cilat të gjithë të ftuarit tu i thanë dhe i vonë dukje. Nuk jam dakord me ata që tha Klodi, thot vendimi i Strasburgut nuk është marrë për të na qetësuar ne si familjar, por është i detyrueshëm për drejtësinë dhe për të jetuar sipas versioneve të saj. Okej, Mark, ne do të, si studio, si program, do të përpiqemi të hedhim drejt sa të mundim mbi këtë proces, por ju e dini tani që shumë probleme, sidomos kur ato janë shumë të rëndësishme, dhe sidomos kur mbrapa janë dhe njerëz të fuqishëm, sipas emrave që përmendi dhe Antoni, do thotë që ka gjëra që nuk zbardhen ndoshta edhe përjetësisht.